ndëruar të pranishëm këtë xhami, vazhdojmë me mësimet dhe porositë që i marrim nga libri Riyadus Salihin të Imam Nevaviut rahimahullahu ta'ala, i cili në këtë libër ka përmbledhur ajete nga Kur'ani, fisnik dhe hadithe të pejgamberit sallallahu alaihi wasallam, me të cilat besimtarit ja kanë drejtuar rrugën drejt Allahut subhanahu wa ta'ala. Jemi në kapitullin që flet për rrugët e shumta të veprave të mira, hadithin e 7 me radhë, ose hadithin 123 që ka fillimi i librit, ku Imam Nevaviu rahimahullahu ta'ala thot: وعنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من غدا إلى المسجد أو راح أعد الله له في الجنة نزلا كلما غدا أو راح. متفق عليه. Thot Imam Nevaviu rahimahullahu ta'ala, transmetojmë nga Ebu Hurajra radhiyallahu anhu, i cili thot se pejgamberi sallallahu alaihi wasallam ka thonë: ai që shkon sabah në xhami dhe kthehet prej xhamis ndrome, ati Allahu dhul xhelal i përgatit në xhenet shtëpi ose vend banim apo të mirat e xhenetit. Çdo herë që shkon apo kthehet. Muttafaqun alayh, transmeton Buhariu dhe Muslimi. Pra edhe kjo vepër që u përmend edhe në hadithin e kaluar, shkuarja në xhami, është prej veprave të mira dhe sadakave me të cilat e lajnë borxhin e të mirave që ne ka dhënë Allahu subhanahu wa ta'ala. Dhe ky hadith e mëson besimtarin që shkuarja në xhami është ibadet. Pse? Sepse ulemat kanë përmend një rregull, ka thonë ma la yatimmu al-wajibu illa bihi fa huwa wajib. Nëse një punë nëse një obligim nuk mundet të kryi përpose me atë mjet, edhe mjeti bëhet obligim. Tash ti me shku në xhami, me fal namazin me xhamat, e me bë dhikr, e me lexu Kur'an, e me mësu fen, e aktivitete ndryshme që smunësh mi bë nëse nuk shkon në xhami. Andaj, mjet për me fitu këtë ato sevape që mohë në xhami e shkuarja në xhami. Dhe për këtë shkak pejgamberi sallallahu alaihi wasallam i ka dhënë vlerë të madhe dhe ka përmendë në shumë hadithe hapat që i bën besimtari me shku në xhami. Andaj, gada është ecja në sabah. Rah, gjuna rabë është kthimi mbrëmje. Dhe qëllimi është çdo shkuarje edhe kthim prej xhamis. Çdo herë që ti shkon edhe kthehesh prej xhamis, shikoni Allahu dhul xhelal të përgatit ty vend banim në xhenet. Me të mirat e begatshme që i ka xheneti. Për shembull, kur ti e di se ka me të ardhur një mysafir Iran, musafir i mirë, çka bën? Ti si një koqer mundosh mu përgatit një sofër ma specifike, ma speciale për musafirit. Nuk ja shkon sofën e zakonshme që e ki për vetë. Mundosh me vodi diçka speciale për te. Allahu dhul xhelal për besimtarin i cili mundohet me lidhë zemrën e tij me xhami, mundohet vazhdimisht me bo hapa drejt xhamis, ja mundson që të jetë mysafir special i Allahu subhanahu wa ta'ala në xhenet. Dhe kjo është një inkurajim dhe një motivim i madh për çdo besimtar, sidomos për të që me e lidhë zemrën e tij me xhamin. Dhe ky hadith gjithashtu na kujton hadithin tjetër të pejgamberit sallallahu alaihi wasallam, kur thotë se tash për shembull ndoshta të vjen rëndi milion shok çajtore e ti marrë në xhami. Ndoshta të vjen rëndi me e lën dyqanin me shku në xhami. Do të vjen rëndi me lën futbollit me shku në xhami. Do të vjen rëndi me lën muhabet me shku në xhami. Do. Këjve na sprovon Allahu dhul xhelal. Mirë, po shikoni çfarë shpërblime të jep, edhe çfarë zahmeti të ruan kur ti ta lidhë zemrën tënde me xhamin. Pejgamberi sallallahu alaihi wasallam hadithin e mirë njohur të 7 kategorive njerëzve
çdo kategorive të njerëzve që i shtenë në hijen e tij, a ditë që s'ka hije tjetër veç hijes së tij, është edhe o rajulun qalbuhu mu'allaqun bil masajid. Dhe njeriu që e ka të lidhur zemrën për xhami. Ku takohemi, vallë drejkën e falim xhami takohemi. Ku takohemi, vallë falim sabah në xhami, edhe takohemi. Ku takohemi, e falim akşamin në xhami, edhe takohemi. E lidh zemrën tonë me xhami. Dhe kjo është një prej mënyrave të edukimit tonë. Që t'jemi vizitues të rregullt të xhamive për të fituar bereqetet e mëdha të shumta që Allahu Dhul Jalal i ka sjellë në xhami. Dhe të gjithë na e dimë se pejgamberi sallallahu alaihi wasallam punën e parë që e bëri në Medinë ishte ndërtimi i xhamisë. Nuk ishte ndërtimi i shtëpisë së tij. Dhe për këtë shkak muslimanët kur nisin me bën një mahall, puna e parë që duhet me mendu është me siguru një troll, me siguru një vend për me po xhami. Mase ne me nisme të të shtëpinë e vetë. Në të gjithë i bëjmë shtëpia tona më të mira se xhamiat, e pastaj kur vjen puna e xhamis, hamendeni sa duhet me dhonë e sa mos me dhonë. Edhe pse pejgamberi sallallahu alaihi wasallam pa po shtëpinë në Medinë hiç, hala pa hi. Veç hi një qytet, edhe kishin dalë banorët e Medinës e pritnin edhe i thonin hajde te una, hajde te una. Tha jo, në deva ku shkon. Unan deve, ku unan tha të duhe shpi, jo. Tha në këtë vend tha të duhe xhami. E bëri xhamin para se ta bën shtëpinë e tij. Para shkruat pyetja aty që Allahu ka dhënë pasuni. Sa shpia i kam bo, edhe sa xhamin i kam bo. Dikush ka mundësi me thonë, po se nevojën e vetë për xhamin. E si e bonë në një shpi? Si e bonë në një shpi? Pse se mund është me bonë një xhami? Bile për shpi, ka ndihmua Allahu Dhul Jalal, se është punë e khejrit. Për xhami 10 fish ma shumë të më. Veç a ki vendos, a ki mos e mërngur, që ti me bonë një xhami, edhe pastaj me mes, kurse kjo xhami dhe shumë xhamia tjera, shekri me ra, me bëj ibadet musliman ta, e ti të shpje jote të vori atë ne, me të arë se vapët automatikisht. Në po kine qep biznis me bo kështu, me bo një investim kapital, edhe mos e të nejtë me morë ka 1.000 euro të gjep kështu. Kemi qep ashtu, se shumë mirë, shumë rahat, shumë lezet. Ama për se vapë e kështu s'menoj. Dikush ka mundësi dhe jam i vogël unë. Edhe ti tash edukohesh. Tash ja vendon qëllimet jetës tonë edhe Allahu Dhul pastaj ta mundson me realizim atë qëllim nëse je i sinqert dhe insiston në realizimin e atij qëllimi. Edhe ky hadith është në mesin e haditheve që flasin për rrugët e veprave të mira të shumta që na ka dhënë çel Allahu Dhul për tyre që ka edhe shkuar në xhami. Normalisht kjo formë e komunikimit të pejgamberit sallallahu alaihi wasallam. Kur vjen dhe thot kush shkon në xhami dhe kthehet në xhami. Çdo herë që shkon dhe kthehet në xhami, Allahu i bën një përgatitje speciale në xhenet për të. Është inkurajim, nxitje, shtytje për punë. Që duhet na me i marrë këto metodat pejgamberit sallallahu alaihi wasallam në komunikimin me njerëz. Për shembull, shumë njerëz kur folish për lërë sadakas, ai gjithë e din. Mirë po, që kur ka përshkruar Allahu dhe njeriu, o ju hibbunaha hubban jamma, dhe njerëzit e bën dunjën me dashuri, pasurinë me dashuri të madhe. Kështu është, njeri e don pasurinë. Ka qef me pas gjemën plot. Ka qef me prek parët. Ka qef me pa parët. Së mundet me thëmë kush se jo. Mirë po, kur i të regon shembull konkret, se si Allahu Dhul Jalal ja kthen ati që jep sadaka qash e ma shumë, me shembull konkret të përditshme, nësë flasim argumente fetare të shumta, atër ti e ndihmon atë me qenë gavdimtar ndaj
pasionit të tij për pasuri ose ndaj kokatësisë së tij. Edhe normalisht njeriu pastaj nxehet më shumë. Edhe e bën atë vepër. Kur ta bëjë një herë, lezeti që nipi veprës së mirë, kënaqësi që nipi veprës së mirë, e shtel atë me bodhë një herë. Edhe një herë dhe fillon ai bëhet shprehi. Edhe mësohet. Për këtë shkak ne kemi nevojë me i nxit besimtar vepra të mira. Të gjithë. Edhe ai që jep 1 euro, edhe ai që jep 5 euro, edhe ai që jep 10 euro, edhe ai që jep 100, edhe ai që jep 500, edhe ai që jep 1000, edhe ai që jep 5000, e 10000, e 50000, e 100000, e 500000, e 1 milion e kështu me radhë. Dikush ka opsion, a ka dikush jep 1 milion? Ka miliona javë. Edhe për shkak Allah i jep edhe më shumë atij, mesela. E ti s'jep Allahu ti. Shumë thjesht është kjo. Provoje e vërejt. Para 2 javë, jo më shumë, para 2 javë. Rast konkret. E shef një vëllai në Amerikë. Një lajmërim të hoxhës Muharremit në xhaminë e Isabeut, nëpërmes internetit. Lipej diçka për aktet xhamisë. Edhe ai e ka pa në hutbë që ka për me, ka thirrë telefon. Një vëllai tani këto. Kishte lip, që po i qërë në atë parë. Tamam, bisedoj mënyrë se si dërgohen para. Mas 5 minuta thirr përsëri. Thot, sa e mshela telefon. Thot, fillim nga kompania ku punoj dhe më thanë, të kemi zgjedhë punëtorin më të mirë të vitit dhe të kemi ndarë një dhuratë që ka shpare. Thot, qatë sa i vendosë unë me dhonë, mi kthejt asë 5 minuta në shumë. Më një herë se kam shqit telefonin me këtë, ja ka dhonë Allahu Budilar, atë pare edhe se vapin, edhe pare. Zemën dhëtë me gjanun. Si angushtesh ajo të zefriun, mësëre. Lënë e gjanë jeton edhe të rahat, edhe i qetë, edhe i lumtur, edhe me respekt dhe dashuri të njerëzit. Pra që kam, dhe të kur të flasim me njerëzit që i kurajon të nëzisim ata. Edhe normalisht se ndryshon gjendja. Kështu e ka përdorur këtë metodë pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, duke krijuar një atmosferë të përshtatshme, të këndshme në mesin e besimtarëve. Edhe ky përshkrim i xhenetit dhe parando ti bëhesh mysafir special i Allahut me një shkumë dhe të anë me xhamie. Kjo është një formë shumë e lartë e inkurajimit edhe nxitjes së besimtarit për me lidhë zemrën e tij me xhamin. Gjithashtu, prej mësimeve dhe porosive që i marrim me ky hadith, është se secili njeri, atë që thamë dje, po e përsëri, po me argumente tjera. Na ti orientojmë njerëzit ka punë të mira. Secili me shokun e vet, me kushërinin e vet, me farefisin e vet, me kolegun e vet, ta nxisin në punë të mira, ta orientojmë ka e mira, që kjo punë është e mirë, se dikush nuk e din. Dikush nuk din. Donë më mirë për s'din. Edhe ti thu, kam një propozim, kam një ide, si se bën këtë punë ti? Ti Allahu të ka dhënë këtë mirë, pse nuk e bën ti? Tregohu, i bënu se be për të mira. Dhe fiton se vapin atë të nejtë. Për shembull, ti ndoshta nuk i pushtet, nuk i ndikim. Ama e ki një qërë që ka pushtet, i du, pëse me filanin se një mund ki mundësi. Një më e filanin, i ka punë të ki, punë të keqë. Pse e nuk i di këtë punë. Ti me një fjallë, 2 fjallë, u bo në sebeb që e kryti punën, ti sebabin e mora hasë. Andaj, ti nëzisi njerëzit, ti orientim njerëzit ka e mira, është një porosi dhe vëllë që du me pasë vazhdimisht, fundit fedhe kërë. Përkujtoj njerëzit, me veprat e mira, me ibadetet, me shpërblimet për Allahu Xhelal, fa inna dhikra tanfa'ul mu'minin, se përkujtimi i bën dobi besimtarëve, fa dhakkir in nafa'at dhikra, përkujto se pa dyshim se përkujtimi ka me pas dobi. Për këtë që pejgamberi sallallahu alaihi wasallam vazhdimisht i ka përkujtuar besimtarët në të gjitha rastet. Për shembull ka pas rast ja ku nuk ecën sahabët. Edhe kanë pa një sofë rrugës. Ka me dhe shtikura.
Edhe ka marrë atë që ka me turinë. Ka thonë, kush e blen që jetë për 1 dirhem? Ka thonë, ja, u këtë. Se ka qenë vesh cupë. Kjo, gjallë me baskon se kishë marrë, kush jo, cupë. Ka thonë, qështu është dunjaja? Këtë dunjaja, këtë njëzit nga rejnë në mësaj, qështu është dunjaja? Coftin. Këtë njëzit nga rejnë në mësaj. Dhe thotë, e ka shpizu shë rast, me marrë mësime dhe porosi për tyre. Edhe na duhet vazhdimisht të shfrytëzojmë rastet për të orientuar njerëzit ka punë të xherit, ka punë të mira, për ta shtuar mirën mesin tonë. Sa më shumë që shtojmë mirën mesin tonë, aq më mirë na bëhet jeta jonë. E jotja private. Se kur ti jesh në mes njerëzve të mirë, për shembull, si shembull konkret, kur të foli më musliman mos vjedh, nëse vjedhja është haram, ja mor pasurinë për të është haram, është gjuna i madh, ka këtë denim dunjo, denim në ahiret, dunjo të pritet dora me shariat, në ahiret ki xhenem. Edhe ashtu ki pasuri për shembull. Çka do të erë vetën tonë me këtë? Se ti kur folesh domun edhe musliman bindën edhe frikën e Allahut xhelal, atëra ata nuk vjedhin. Edhe kur ti je në një situatë që nuk vjedhin, s'ki problem tash me dyqanin tan, s'ki problem me kelin tan. Në tash keni problem ti parkon kelin në rrugë, ki problem dush me nxjerr kasfonin për kelin. Se vjen dikush ta thën xhamin ta vjen kasfonin. Se sa ai s'ka frikë Allahut xhelal. Se kujtoj se kjo është haram, se kujtoj se kjo është denim. Edhe humbet edhe xhamin të thirrë dhe kasfonin të vjen. Pra të shpijen tonë e sjera, se s'ko bonda vetë. Se s'pe i fol njerëzve i mos vjedh nëse është haram me vjedh. Ka thonë Allahu xhelal, ka thonë pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, ka ndohë. Fol, edhe me këtë ti fiton, se shembull për mi, po të gjitha në mi, çka të duhesh, çfarë do të kofteme që ti flet, për asaj ti ke me fitu vetë personalisht. Lërë që ai ka me fitu, po edhe ti ke me fitu. Ndonjëherë me sklasin për shpërblimin që të e më sklasin për të mirat shpirtënore, që ti sjell dhe bereqet, që sjell Allahu xhelal për shkak të aktivitetit tanë që ti e bën. Gjithashtu, prej simëve dhe porosive që dalin, sikurse përmendëm, vlera e madhe që ka xhamia dhe qëndrimi në xhami dhe adhurimet në xhami të besimtarëve. Pejgamberi sallallahu alaihi wasallam tregon se vendet më të dashura te Allahu xhelal janë xhamiat. Inna habbu al-biqa ila Allah al-masajid. Vendet më të dashura te Allahu janë xhamiat. Pse? Për shkak të veprave të mira që bëhen te. Lloj vepra të mira. Për shembull, xhami falet namazin me xhamat. Xhami bëhet dhikr. Xhami lezohet Kur'an. Xhami mësohet feja. Xhami mësohet Kur'ani. Xhami bëhet itikafi. Pra do të keni grumull të aktiviteteve që i bën xhami, edhe normalisht me qenë vendi më i dashur te Allahu. Dhe thot pejgamberi sallallahu alaihi wasallam hadithet dhe vendet më të urrejtura te Allahu janë tregjet, janë çarshia, pazarë. Pse? Se ati njerëzit të lejnë, ati njerëzit të mashtrejnë, ati njerëzit të dhjerë. Edhe normalisht, ati njerëzit shahan, edhe ku ka si sende nuk e të në Allahu të tëra. Dhe për këtë shkatë, ngritet bereqeti pastaj prej punës së tregtarëve. Allahu e ngrit bereqetin. Nëse ka gënjeshtër, nëse ka mashtrim, nëse ka hile, nëse ka keq përdorim në situatave, Allahu e largon bereqetin edhe pastaj ai ankohet. Ankohet se ti ki fal në sjelljen tonë do të kashi mushterive të tu. Dhe pejgamberi sallallahu alaihi wasallam gjithashtu duke I nxit besimtarët që vazhdimisht shkojnë atë vinë xhami, thot bashir al-masha'in fi dhulami ila al-masajid bin-nur at-tam yawm al-qiyamah. Jepi myshë. Kujt? Ti që tash e ardh sabah. Herët jenis, tërë ke shpije këtë orë. Bashir al-masha'in bi-dhulami ila al-masajid bin-nur at-tam yawm al-qiyamah. Jepi myshë ative që shkojnë në erësira, herën sabah, në xhami, me qka, se të tërë ki shku. Shemo tash të neve Allah në ka po dritë me këtë lama e ndryshimi. Ama për para s'ka pas dritë. Edhe kush ka dalë sabah, mu farë, o konë tërë. Shemo katun, në për katune, hala është tërë. Ama vlagi me shko,
Kata del xhami. Udhë ka vështirësi, udhë ka mundësi me pas edhe qenë, ama i stanët del xhami. E që këti njerit, po edhe ti, edhe neve, thot pejgamberi jepi mysh del. Ati që del sabaherët, në rësirë, me shku në xhami, dole pse në terë, s'ka lidhe, se më pengon mu, se më nalë për xhamiës e rësira, me qka me dritë të plodë ditën e kiametit. Ti isha i buri që dole sabaherët, natë të këmë halal, ata të shkodës të ullqitit natje, sabajkeve, natje. Nëmë se halal natë, e ka qëllimin dhe të sabahin imsaku, agimin e mëngjesit, natje. Këda është të natje, këda është sabaherët, me shku në xhami në temë, Allah qka po t'jep nërë, po t'jep të rritë. Kur? Që edhe kur duhet ma shumë ty. Kur ke marrë të sirati, që veç punë të tuja të mira që ke botë bëjnë të rritë. Të ndryshë rrugë. Edhe e shef, edhe kalon me lehtësi dhe këllallëk. Jepe myshde ati që shkon në rësira në xhami me dritë e plot ditën e kiametit. Se normalisht, se xhamiat i ndërton ai që ka iman, dhe në xhamia jeton ai që ka iman. Xhamia nuk mund të ndërton një jo besimtar. E ndërton xhamin besimtari, ai që ja din vlerën e xhamisë, ai që din fitimin për xhamisë. Thot Allahu Gjelal, innama ya'muru masajid Allahi men amana billahi wal yawmil akhir wa aqama as-salati wa ata zakati wa lam yakhsha illa Allah fa asa ulaika an yakunu min al-muhtadin. Me vërtet xhamiat i ndërtojnë ata që besojnë Allahun, e falin namazin, e japin zakatin dhe askujt veç Allahut që ja kanë frikën. E ata kanë shpresë me qenë të udhëzuar. Kush investon në ndërtimin e xhamive, kush investon në këto projekte kapitale, atë normalisht do të fiton për asaj udhëzimin dënjon dhe shpëlimin e ahiret. Gjithashtu pejgamberi sallallahu alaihi wasallam tregon se xhamia të vende ku rin burrat e sinqertë. Rijalun la tulhihimul bay'u wa at-tijaratu an dhikrillah wa an iqamis salat. Burra që si mashtron tregtia dhe shitblerja nga përmendja e Allahut dhe falja e namazit. Fi buyutin adhina Allahu an yurfa fi ismuhu, në shtëpiat ku Allahu ka dhënë leje mu ngrit emri i tij të xhamia. Ata rinë vazhdimisht në xhami dhe e lidhin projektin e tij, aktivitetin e tij, angazhimin e tij me xhamin. Dhe kështu që edhe kjo porosie pejgamberit sallallahu alaihi wasallam na tregon rahmetin e madh që ka Allahu Gjelal për robët e tij. Me një punë të lehtë të vogël i jep kaq shpërblime të mëdha, e bën musafir special pasi që e lan edhe e shpërlan për gjunave të veta, siç ka thënë pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, ala adullukum ala ma yamhu Allahu bil khataya wa yarfa'u bihi darajat. Aty tregoj një vepër e cila va fshin gjunahet dhe va ngrit gradat në xhenet. I tha sahabët gjithsesi na tregoj ja Rasulullah, tha izbaghul wudu'i al makari wa kathrat al khuta ila al masajid wa intidharu as-salati ba'da as-salat kadhalika ridwan. Çka tha? Tregoj. Mori abdes për i vështirë. Domethënë ftoft apo ke smundesh me përdor ujë, po ti e përdor kur ke vështirë. E dyta, hapat e shumta drejt xhamis. Dhe e treta, kur shkosh xhami me prit namazin e namazin tjetër. Thot fedhalika riba, e kjo është mobilizim. Do thot ti je i përgatitur me e bo ibadetin edhe me bo çdo vepër të mirë që kërkon Allahu prej teje. Pra, ti shlin gjunat dhe ti ngrit gradat. Dhe këto ka të bëjë me xhami dhe me namaz. Abdesti ka të bëjë me namaz. Hapat xhami ka të bëjë me namaz. Që të pritje namazit do thotë është thjesht edhe këtë të lidhet me namazin dhe xhamin. Dhe të gjitha veprimet e besimtarit që çarkullojnë dhe rrotullohen rreth xhamis për shkak të vëmës për atyre që i mbushin xhamiat me ibadet, pra ashtu sikur se i stolisin dhe i ndërtojnë të bukura dhe të mëdha me mure dhe me gjëra materiale, ashtu i stolisin edhe me xhamat, se ajo ja shton bukurinë e xhamis edhe ja shton jetën e xhamis, sa më shumë të ka xhamat dhe
aktivitet aqma te përmetet koma e xhami dhe fitimi për asaj xhami. E lutem Allahu subhanahu wa taala të na bën për atyre besimtarëve që vazhdimisht i lidhin zemrat me xhami dhe të fitojnë të shpërblimet e mëdha për Allahu subhanahu wa taala me çdo të shkume dhe të ardhur me xhamis ka një vend banim special në xhenet me të mirat e vetë që ka. Lutem Allahu të jetë të bishë dhe vepra të mira, në khejr dhe beqet dunja dhe ahiret. Wallahu ta'ala a'lam. Wa sallallahu ala Muhammad